Ndoqëm kështu një performancë mjaft bukur nga artistja Rihana, ndërkaq tashmë është radha për ftuarin ton të parë, gjithashtu e kemi një artist, e cili vjen nga diaspora, nëse mund të them kështu, është Tao. Unë paraprakisht e prezantova më herët, tash do ta kemi një artist të ri edhe shumë të veçantë, e cili ka zgjedhur me kriju muzikë pak për tregun kosovar, pak për tregun e huaj. Me Tao do të njihemi më afër me të dhe me planet, me projektet, me idetë e tij, gjithçka tjetër. Mirë se erdhe Tao. Mirë gjeta. Është kënaqësi të kemi sot në emisionin e mëngjesit dhe uroj që nuk të kemi bezisë të kemi çu pak herët më ardhë në emision. Jo, s'ka problem. Faleminderit shumë. Tao, fillimisht të tregom, kjo ardhe nga Zvicra. Këto ditë tashmë i vendosur duke qëndruar faktikisht në Kosovë për ta promovu projektin tënd të ri. Gjithë ata që akoma nuk e kanë pa, Tao e ka një stil mjaft unik edhe shumë interesant. Tao, tregom një herë qysh po të shkon edhe a ke mbri, a je të e shiju, qysh me thonë atë suksesin e këngës që ka dalë para disa ditëve? Për mua, hala nuk është sukses. Me gjithat, ndonjëherë do t'i gëzohemi dhe gjërave të vogla. Po, suksesi është që ka dalë videoklipi, që u bë puna, edhe që u mirë prit mirë për momentin, edhe tash pikëshyrim që shka me hetë shumë mirë. Tregom pak ma shumë për këtë projekt. E ke realizu në Gjenevë? Po. Me kë e ke realizu, çka është kuptimi tekstit e gjitha këto? Videoklipin e kena realizu me vllajin tim që kam në Tony Films. Është realizator, regjisor shumë i madh zvicër dhe i njohur nga artistave, edhe në Kosovë në tregun shqiptari, në Shqipëri edhe në Kosovë. Edhe ne jemi kanë në Zvicër në studio të më muzikën, kurse ka dalë instrumentali në studio. Më ka ideja më njëran për titullin dhe tani e shkruajta tekstin edhe më merr ideja, inspirimi me bë gjithat që me fol në tekst, çfarë mesazhi mi dërgu publikut. Dhe tani kur u kry muzika, unë ja çova producentit në bares, edhe u mirë prit shumë mirë, këti kam pëlqy, edhe kështu që na e bënë po Tao, tregon fillimisht kur ke fillu te personalisht mu marrë me muzikë. Se nëse nuk gaboj je i ri në mosha, ndonë se nuk e di çfarë moshe ke, megjithatë edhe këngë dhe muzikën tash te je në fillimet e tua. Tregom çu ke fillu mu marrë me muzikë, a ke të trashëguar nga familja apo si ka ndodhur? Si ka ndodhur, unë kam pas 10-12 vjetë, kur kom shku në studios par herë, vllai im ka bërë muzikë, para se më kanë realizator. Fillimisht pra vllau para teje ka bërë pak muzikë për veti. Sigurisht. Amo më pëlqejke, amo ala si kisha ditë që kam konë pjesa jam një jetë. Sepse ndoshta ke qenë i ri edhe akoma nuk ke qenë, nuk je konë dilemë se çka me bënë të ardhmen. Tani erdhe mosha në adoleshant në pas 13-14 vjetë, ku erdhe në shkollë të mesme, në Zvicër. Erdhe teksti parë. Shkrujtë e vetë? Gjithmonë vetë. Me plot mësimime. Ishte në gjuhën shqipa, në gjuhën franceze? E para ke në gjuhën franceze. Ndoshta më e lehtë, për shkak që edhe në shkollë ke shku në gjuhën franceze dhe ka qenë më e lehtë për ty me u shpreh në atë gjuhë. Ashtu, amo tekstualisht u kon francez, amo gjithmonë kom pas rraja pi Shqipës, edhe qa u bon tregun këto. E ke përcjell edhe tregun në vendor? Gjithmonë. Të dy tregut, edhe tregun të komplet evropian, ose në Amerikë qa u bo. Dhe tani Janisa shkova në studio s'pare erë për me regjistru muzikën në parë. Shumë stres, shumë... Nuk e di se çfarë drejtimi morë, po me ditë që më pëlqen muzika e kom ditë. Dhe tani, unë nisë kur shkove me nëngjizu këngën, ishte hera e parë për ty që hyje në studio? Jo, nuk u kanë hera parë që kom hyrë në studio. Me që përmendë që edhe ke pas emociona? Po.
Kum pas emocione se u konë e raport që jam konë para mikrofonit. Se me herët jam konë në studio, amo jam konë për me shku me këshyrë vllavin tem që shpo bënë muzikë, më ka pëlqy, në isha që të dhe erdhë në inspirimi edhe u bo. Mirë po, vëllaj, ka kënduar? Apo... Ka kënduar. Pak plus stile, rap, muzik dancehall, u konë shumë atëherë më tregë diçka shumë e mirë. Edhe plot inspirime ka pas që në këtë studio, tani me erdhe dhe mu inspirimi për me shkull tekstin e Mirë po, krahas muzikës, ke vazhduar shkollimin në Zvicër? Po. I e vazhdon akoma? Jo, alo, nuk e kom kry, tash bëj tjetër san, kom kry shkollën në moshën 20 vjeqar, dhe tani konsiderova dhe muzikë, punoj edhe tjera puna në Zvicër, dhe për momentin u të shku mirë. Po, kur ishe i vogël, kë kishe kështu favorit prej artistëve, ose që e ke ndëgju vazhdimisht muzikën e ti, ose që të ka pëlqy ndoshta me shku rrugës ti? Po thu këto? Po qoftë kosovar, qoftë edhe të tregun evropian, se jo? Sepse diku ti e ke pa dikon. Në tregun shqiptar, hera parë që kom dëgjua rap, bash rap, konë Unikatili. Okej. Kom personazh shumë i mirë në tregun shqiptar dhe më kam pëlqy shumë tekstet, se kësisht unë mu më kam pëlqy shumë tekst njerë, para se me bo muzikë dhe me ditë qëfar vje melodike me pas, qëfar bita, qëfar... Pra ty të ka pëlqy ma shumë muzika e Unikatili dhe qka pak ma e egrë, pak ma e ashpër, ma eksplicite? Po, spari po. Tani erdhë dhe inspirimi nga tjertë, si Kresha, Lori Kallson, ose Noizi, naturalisht, kanë qenë shumë inspirim për mu, edhe këmë dëgju shumë. Tani erdhë dhe kohë, në adoleshent kanë ardhë të partë në diasporë, për diasporës për bo muzikë, po thamë që i kanë ndru edhe gjuhën, edhe kanë kombinu me Shqip, si Azeti, shambull. Ka pëlqy shumë se u pasha në Azetin, kupton? U marrë të shumë interesant me pra bo gjatë kombonim... viteve të kanë ndru shia, nëse muj me thonë, që duke fillu Unikatili, pasaj Lori Kallson dhe MC Kresha, mandej të Azeti mirë, po nëse e bojna kështu një rëmbullakësim, jem fokusu ndoshta ma shumë të kjusili, si kur reperi Azat, më falni, Azat, sepse thash pak Azat. Ska problem. Edhe tash të je fokusu të pra je muzikën do me bu për tregun evropian dhe për tregun kosovar. Sa është e fshirë kjo ndoshta duhet paralel të dyjat me i përcjel, apo si shkan? Po. Ai ka mundësi onet, si thash që mendoj që si ka funksionu në tjera tregu me bo kombinim me Shqip edhe me tjetër gjuhë, besoj që me gjuhën frenge është naturalisht shumë e mirë, se është numër 2 në krejt botën që është të ndëgjuar nga foncat e rapit dhe hip-hopit. Besoj që mirë ka më bo, besoj që edhe në mirë e bëj. Mirë po ta, aja që mu po më lem për Shqipjen tonë që i rinë moshe, kini frizur pak ma interesant kështo, pak ma ndryshë ndoshta prej djemve tri. Uroj që nuk ke shkuptovi për këtë shka pe thomë mëna. A ka mundësi që këshyrë shumë filma? Po. Hajde se që atë vëtë më dalë. Stil filmat mafios, në vitëv të dheta, shumë pëlqen. Stil mafios italian, Cosa Nostra. Mu më pëlqen që shumë, që shto e kam stilin, edhe e kom kombinu në muzikën që e bëj, për imazh edhe
për shka... është zgjedhje jotja? Zgjedhje jam, apo ndoshta edhe në konsultim me dikë ka sugjeru që të shkon ky lloj stili? Teme jam është edhe e kam këtë temë prej fillimit. Pra çdo herë ke pas ky stil. Mirë, po a je edhe në jetën e përditshme ndoshta kështu, sepse muzikën pak më të vrasht ashtu më eksplicite nëse muj me e thonë, tu inspiru ndoshta fillimisht Unikat Tel Azet tash aktorët italian apo? Po. Shumë. Kum shiku shumë filma dhe çka kum përjetu, më ka ardhë inspirimi me mi shkru tekstet nga çka kom dëgju, çka kom jetu dhe çka kom me sy tam. Tani erë stili dhe nuk e ndrova mo. Mirë që moj me bo dhe tjera stile, po për momentin që kjo stil është shumë super për mu. Okej, ti ndjesh komad edhe pse ju është mirë që se cili ta bëj atë çka i flan më shumë, do shta edhe ndihet më smiri. Mirë, po ta çka janë planet e tua, ta shësa deti duke qëndru në Kosova, ke pas mundësi me dal pak me pa qytetin Prishtinën, me frekuentu night club diçka? Apo je fokusu kryesisht ma shumë të intervistat edhe të muzika jote? Kryesisht kom ardhën e këtu për promo muzikës tam, po vje shpesh më ardhën në Kosovë, me pa familjen, s'pari, me shiju edhe jetën se këtu besoj që Kosova është shumë evolucion të mirë o të marë, edhe po, më vja me dalë pak në klub. Familja jeton bashkë, jetoni të gjithë në Gjenevë, apo jeni... Kam hallë në Gjenevë. Po mendoj prindërit? Po, e kam prindit, vlaun, edhe tjerë ti kam Zvicër, amo me do tjera vena. Kam pak familje në Gjermani, jem familje madhe, edhe kam betë so do një pjesë e familjes Kosovë. Normal që vi këto, edhe për një... E me ndonë të ardhën të shta me u këthy në Kosovë nëse vesh orientosh të tregu kosovar, apo po do me mbajt paralel mes tregut evropian edhe tregut shqiptar? Për mu, të dy tregut kam i majt gjithashtu gjithmonë, sa për me jetu edhe në Kosovë, nuk e kam problem se kom jetu në Kosovë një temë, ama këtë i dinë që në Zvicër ashtu kështu ka shumë shqiptarë edhe ndi vetën në Zvicër si kur më ka në Kosovë. E aty une jam shumë i lumëtër. Me jetën në Zvicër. Mirë, po cilat janë planet të tua, bashkëpunime, a kime pas bashkëpunime, a kime kryu ma shumë muzikë? Njëra të punu një album shumë të mirë, që 3 muj, u të vazhdu shumë mirë, ka jo pas shumë surpriza, bashkëpunime gjithashtu. Në këtë pjesë e marrë pak sekretë që ka me ndodhë, amo besoj që ka më mirë pritë edhe... Mirë, po me kë bashkëpunan për posë vëllaut, apo jeni vetëm ju të dë në muzikë? Une bashkëpunoj me vllaun për shkak videoklipë, më nimo edhe shumë muzikë se e ka... Besi që ka vizionin artistik shumë të mirë. Ka menaxherin tam, shuk jam më ngusht. Është shqiptar? Jo, është francez, me origjinë armenian. Edhe kuptohemi shumë mirë. Kam shumë shok shqiptar edhe në Zvicër, ama me ata nuk punojmë në direkcion artistik. Janë vetëm shtok. Kështu që edhe me jopin mi japim këshilla tjera për jo veç për muzikë, po ne edhe me një beatmaker që bën instrumentale, beata që quhet BBF, punojmë që 3-4 vjet bashk, edhe për momentin e kam ekipin shumë të mirë,
edhe unë nuk kam plan për me ndru për momentin. Kam edhe producentin në Paris, që një 3-4 muaj janë ato punu, po për ekipën në Gjenevë është super. Mirë, shumë. Ta uroj që të kesh shumë sukses edhe që plotësohen dëshirat apo ti mbrish gjitha ato çka do që ti dëshiron. Ke kontakt me dikën nga artistët qoftë shqiptar, qoftë të huaj, që ndoshta keni bisedu rreth muzikës, rreth... Kam do artista që njomi. Faktikisht për momentin nuk ka bashkëpunime pse ala nuk i kena gjetë idejat. Amo vija me kohë dhe... Me kënë kështë dash nëse vesh do të vinte mundësia nëse mund të temë kështë? Nëse o mundësia këto në Shqiptaria? Ose edhe në tregun e huaj, pse jo? Për tregun e huaj, ka artiste franceze shumë që më pëlqejnë. Po për tregun këto, kisha pas qef me bo një muzikë me dhurata dorën, shambull. Se besoj që na dy botat mujnë më kombinu dhe me ardha me një pjesë që nuk është e pritur, po që atëherë bëhet mirë, besoj, se artistët kur i kombinojnë stilet, edhe del diçka interesante. Del diçka shumë interesante. Po cili është opinioni e artistëve të huaj, do të thoja mendimi i tyre për muzikën në Kosovë? Ju pëlqen? Është për që ata, që edhe shumë në tekstet mi, edhe kur shkruj tekstet frangjesht, flasë shumë për shqiptarin. Se kam qef, une, me morë shambull kur... Gjithë ata që ndëgjojnë edhe dëgjuesit e nacionaliteteve të huja? Ose gjithë ata që folin frangjesht, me njoftë shqiptarin, se nuk është shumë me njërë alon në Francë, është njërë, po, ama nuk është njërë si jem shumë artista dhe kem historien e mirë. Pra ka muzikë të mirë, këngëtar të mirë, reper të mirë? Ashtu. Une du shumë me japi mash të mirë krejt shqiptarjes, edhe tregu shqiptarë mi japë krenari se edhe bëj muzikë shqip. Sigurisht. Atëherë ta o qëfar ke për të nga thënë diçka për fund? Për fund, faleminderit shumë. Çdo herë jemi mirë se ardhur. Faleminderit shumë. Projekti të tëra është disponueshëm në YouTube edhe në gjithat platformat streaming. Vja albumi edhe pak. Kur ka me dal albumi? Albumi, besoj që në 2026 është i... Tash edhe jemi afer 2026-ës. Pra, super. Dhe një muj del një projekt i ri. Nuk jap shumë informata për ata, mo... Sigurisht, ato mbetë konfidenciale deri kur t'i vije koha. Ta unë falenderoj shumë dhe ishte knaqësi të kishim sot në #gjese. Faleminderit shumë.